Jemi rikthyer sërish në studio dhe do të shkojmë tani me një lajm të fundit, ashtu siç edhe keni ndjekur nga fleshi jon informativ, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Vidhas të Elbasanit, ku një moshuar ka ndëruar jetë pasi banesa e tij u përfshi nga flakët. Për më tepër detaje, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin ton Fatmir Popja. Fatmir, të përshëndes, çfarë ka ndodhur në këtë banesë dhe cilat kanë qenë arsyet e rënies së zjarrit? Rreth orës 15:45, pas ditës sotme, një shtëpi banimi në fshatin Vidhas Njësisë Administrative për ta shesh në Elbasan është përfshirë nga flakët dhe si pasojë e zjarrit një moshuar i cili ka mbetur i asfiksuar ka ndëruar më pas jetë po brenda banesës. Njëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje mbritën shërbimet zjarfikse dhe ambulanca dhe stafi mjekësor të cilët ndërhyjnë brenda banesës për shuarjen e flakëve dhe dhënien e ndihmës së parë mjekësore, por edhe pse ishte një ndërhyrje mjaft e shpejtë, fatkeqësisht i moshuari që ndodhi vetëm brenda banesës ka ndëruar jetën nga asfiksia. Ende nuk janë të qarta shkaqet e rënies zjarrit, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje me pasoja tragjike. Paraprakisht bëhet e ditur se viktimë e kësaj ngjarje tragjike është një 19 vjeçar, i cili gjendej i vetëm brenda banesës e cila ishte përfshirë nga flakët. Ka fqinjët të cilët kanë njoftuar shërbimin zjarfikës dhe policinë, të cilët kanë mbritur në korrekt në vendin e ngjarjes, por pavarësisht ndërhyrjes mjaft të shpejtë të tyre, pasojat e zjarrit të cilët kishin përfshirë të gjithë banesën brenda dhomave të saj kanë qenë fatale dhe i moshuari rreth 19 vjeç si pasojë e asfiksisë shkaktuar nga tymi i dendur i cili kishte kushtuar të gjitha ambientet e banesës është gjetur i pajetë. I moshuari jetonte vetëm apo në këtë moment ndodhej vetëm në banesë, Fatmir? Ke informacion për këtë? Nga informacionet paraprake është gjetur i vetëm në banesë, por thuhet që jetonte i vetëm brenda saj dhe rrethanat në të cilat ka rënë edhe zjarri mbeten të paqarta, mund të ketë qenë aksidentale gjithçka, por mbetet për të zbardhur pas hetimin. Ndërkohë, trupi i të ndjerit është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal të Elbasanit, natyrisht për të kryer të gjitha procedurat ligjore dhe për të përcaktuar shkaku i vërtet i vdekjes së tij, pavarësisht se gjithçka tashmë është e qartë, dyshimet paraprake janë por vdekjet shkaktuar nga asfiksia e tymit që kishte pushtuar gjithë ambientin e dhomave të banesës ku ai gjendej në banesën pra e përfshirë nga flakët. E qartë. Mirë, Fatmir, të falenderoj për informacionet që na përsolla. Faleminderit për ju.